Pse demokracia është një teatër i iluzioneve? Demokracia shpesh paraqitet si sistemi më i drejtë dhe më i ndershëm i qeverisjes. Por në realitet, ajo funksionon si një teatër i iluzioneve, ku populli besohet se ka pushtetin, ndërsa në prapasken mekanizmat e vjetër të kontrollit dhe manipulimit janë të fshehura dhe realizojnë sundimin përmes tyre. Ja pse, në teori, qytetarët zgjedhin përfaqësuesit e tyre dhe vendosin për të ardhmen e vendit, por në praktik, zgjedhjet janë shpesh të manipuluara nga faktorë të jashtëm si kontrolli i mediave, i cili e formeson mendimin publik në favor të elitave. Për të shkuar te kapitalizmi politik, paratë dhe lobet diktojnë se kush ka më shumë shanse për të fituar. Sistemi partive, nga ana tjetër, zgjedhjet reduktohen në një duel midis dy apo disa forcave politike, duke i lënë qytetarët pa alternativa të vërteta. Në këtë kuptim, demokracia ofron një mënyrë zgjedhjesh të kufizuara, ku njerëzit nuk zgjedhin të vërtetën absolute, por vetëm midis iluzioneve që u serviren. Në parim, demokracia, që nga lashtësia kur lindi e sot është një pushtet i popullit. Në realitet, qytetarët vetëm votojnë, ndërsa pushteti i vërtet mbetet në duart e një grupi të vogël. Politikan, korporata, elita ekonomike dhe burokrat. Pasi zgjedhjet përfundojnë, qytetarët humbasin kontrollin mbi vendimet, ndërsa ata që zgjidhen ndjekin agendat e tyre ose të interesave që i financojnë dhe prej të cilave përfaqësohen. Në demokraci, politikanët janë më shumë aktor se sa administrator. Ata nuk menaxhojnë shtetin në mënyrë objektive, por krijojnë spektakël për të tërhequr vëmendjen dhe për të fituar mbështetje. Debatet politike nuk janë për të gjetur zgjidhje, po për të prodhuar shfaqje mediatike dhe televizive. Premtimet elektorale nuk janë plane konkrete, por sloganet të zbrasta për të fituar vota. Skandalet dhe diversionet përdoren për të mbuluar dështimet reale. Në këtë mënyrë, demokracia funksionon më shumë si një shfaqje teatrale, ku qytetarët janë spektatorë që brorasin ose kritikojnë, por rrallë kanë ndikim real. Demokracia prezantohet si sistemi më transparent, por shumica e vendimeve të rëndësishme merren në dhoma të errta, larg syve të publikut. Marrëveshjet me kompanitë e mëdha, lidhjet mes politikës dhe krimit, manipulimet në sistemet e drejtësisë janë të gjitha pjesë e një mekanizmi të fshehtë që nuk ndryshon, pavarësisht kush vjen në pushtet. Liria e shprehjes dhe transparenca ekzistojnë në teori, por janë të kufizuara nga interesat që kontrollojnë narrativen e përgjithshme dhe financat. Nëse demokracia do të ishte një sistem ku vendos populli, ndryshimet sigurisht që do të ishin thelbësore çdo palë zgjedhje. Por ajo që ndodh në shumicën e rasteve është rotacioni i pushtetit, jo ndryshimi i sistemit. Vijnë të tjerë fytyra, por loja mbetet e njëjtë. Politikani i djeshëm bëhet opozit dhe kritikon atë që vetë ka bërë, ndërsa ai që vjen premton ndryshime, por ndjek të njëjtën rrugë. A ka shpresë për një demokraci të vërtet? Po, por vetëm nëse njerëzit vetëdijsohen dhe nuk lejojnë që të jenë të manipuluar nga ky spektakël iluzionesh. Një demokraci reale kërkon qytetarë të informuar, të angazhuar dhe të gatshëm për të kërkuar transparencë dhe llogaridhënie. Përndryshe, ajo mbetet një mashtrim i sofistikuar ku pushteti ndryshon duar, por nuk ndahet kurrë me popullin.